Murtaja e ruminantëve është rikthyer në Shqipëri, ndërsa rastet e para janë shënuar në veri të vendit. Sëmundja e cila i merr jetën bagëtive të imta është evidentuar në Dajç të Shkodrës. Si pasojë shfaqjes së vatrës së re, janë eliminuar 20 krerë dele. Kjo situatë ka arritur vigjilencën edhe në Drejtorinë Rajonale të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve në Vlorë. Murtaja e ruminantëve të vegjël është një sëmundje virale shumë ngjitëse, e cila shkakton dëme serioze në tufat blektorale të imtave, por nuk transmetohet tek njeriu. Për të parandaluar përhapjen e kësaj sëmundje të rrezikshme, kërkohet që të zbatohen masat e biosigurisë në fermë, nga karantinimi i kafshëve, kufizimi i hyrjedaleve nga ferma, dezinfektim dhe duke shmangur kontaktin me tufat e tjera në kullota. Në këto zona janë forcuar kontrollet veterinare dhe është ndaluar lëvizja e kafshëve, me qëllim parandalimin e përhapjes së mëtejshme të sëmundjes. Paralelisht, shërbimi veterinar ka intensifikuar monitorimin në teren në fermat përreth, si dhe ka zhvilluar aktivitete informuese me mbarshtuesit mbi rëndësinë e zbatimit të masave të biosigurisë. Deri në këtë moment, nga monitorimi i kryer nuk kanë evidentuar raste të tjera të dyshuara apo shenja klinike që lidhen me këtë sëmundje. Agjencia e Veterinarisë apelon me forcë për bashkëpunimin e të gjithë fermerëve, si faktor kyç në frenimin e përhapjes së mëtejshme të kësaj sëmundje shumëgjitse, e cila në rast shpërthimi mund të shkaktojë humbje të konsiderueshme, deri edhe në zhdukjen e të gjithë tufës. Masat që duhet të merren janë ndalimi i lëvizjes së kafshëve drejt fermave të tjera, kullotave apo tregjeve të kafshëve, kufizimi i hyrjeve të personave të jashtëm në fermë, dezinfektimi i pajisjeve apo në ambientet e qëndrimit të kafshëve. Në Vlorë situata është e qetë, por do të ndiqet në dinamik. Aktualisht po vjen edhe procesi i vaksinimit të bagëtive të imta dhe kafshëve të tjera në zonat me risk të lartë për shfaqjen e sëmundjes së plasjes. Sipas manualit të sëmundjes së plasjes, kjo është një zoonozë serioze, që do të thotë se mund të transmetohet nga kafshët tek njerëzit. Bakteret e atraksit prodhojnë toksinat jashtëzakonisht të fuqishme, të cilat janë përgjegjëse për efektet negative. Sporët e antraksit janë jashtëzakonisht rezistente, të cilat mund të mbijetojnë në mjedis për dekada. Kjo e bën kontrollin ose të shërnjosjen e sëmundjes shumë të vështirë. Antraksi është një sëmundje detyrimisht e lajmërueshme dhe në rast dyshimi duhet të raportohen menjëherë pranë shërbimit veterinar shtetëror. Në territorin që mbulon Drejtoria Rajonale e Veterinarisë, po vjen procesi i vaksinimit të kafshëve, që rrezikojnë të preken nga sëmundja e plasjes. Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve ka nisur kryerjen e profilaksisë shtetërore për vaksinimin e bagëtive të imta, gjedhin, derat dhe njëthundrakët. Sipas kalendarit të vaksinimit për sëmundjen e plasjes, fushata e vaksinimit është planifikuar tashmë në të gjithë territorin.